Shikues të nderuar, ju përshëndesim, i rikthyer në studio në hapësirën e intervistës dhe do të kem nderin të kem një intervistë me Dom Mark Pashkja, zëdhënësi i Kishës Katolike në Shqipëri, për të folur se si do të mbahet mend Papa Francesku. Kujtojmë se ai ndërroi jetë ndërsa bota e krishterë, besimtarët e krishterë ndodhen në zi dhe në dhimbje nga ndarja nga jeta e Papa Franceskut. Zoti Dom Pashkja, përshëndetje. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën. Personalisht, si e konsideroni këtë ndarje tjetër? Pra, çfarë keni për të thënë për këtë ndarje nga jeta të Papa Francesku? Si do ta mbani mend figurën e tij të lartë shpirtërore dhe hyjnore? A diskutim ndarjen nga jeta e Papa Francesku është një moment zihet, një moment trishtimit për marrë Kishën Katolike Universale, e cila humb bariun e saj, e cila në një farë mënyrë në këto momente është mbledhur për të shpreh ato ndërimet më të larta për papen tashmë të vdekur në të kaluam në amshim. Vdekja e tij do të themi që ishte surprizuese për faktin sepse ne pritshim dhe në fakt shenjat ishin të tilla që do të kishim një përmirësim të shëndetit e tij duke marrë parasysh edhe periudhën e gjatë të konvalescencës në Spitalin Gjemeli. Dhe ndërkohë që por i merrte veten erdhi dhe goditja fatale që sipas mjekëve ishte një goditje në tru e cila edhe i mori jetën edhe në këtë rast të ndroi jetë. Pa diskutim Papa Francesku është një prej atyre personave jo vetëm në nivel kishtar por edhe në nivel global që ka një peshë, një rëndësi shumë të veçantë. Kjo nis edhe nga fakti i mesazheve dhe misionit të tij që gjatë 12 viteve në udhëheqjen e selis apostolike ka shfaq dhe ka tregu, duke marrë parasysh në angazhimin e tij për paqen marbutnore deri në periferinat më të skajshme të globit, qoftë edhe për mënyrën dhe stilin e tij të ushtrimit primatit të pjetrit. Cili është momenti më domethënës për ju sa i përket Papës, pra që do ta mbani mend? Po sigurisht kujtimet janë shumë subjektive edhe në fakt si shqiptar, si meshdar katolik e Kishës në Shqipëri, kuptoj që vizita e tij në 21 shtatorin e 2014 do të jetë një moment kulminant që do të mbetet jo vetëm thjesht memorien time personale, por edhe në memorien e marrë edhe në historinë e kombit shqiptar. Ishte Papa i dytë që vizitonte vendin tonë pas Karol Wojtyles në 25 prillit e 1993-shit. Dhe sigurisht lartësimi i dinjitetit në dinjitetin e të lumëve që i bëri 38 martirëve të Kishës Katolike në Shqipëri të vdekun të martirizuar gjatë kohës komunizmit ishte një prej dhuratave më të mëdha e më të jashtëzakonshme që mund t'i bante një vend të vogël si Shqipënia duke e ngritur në një farë mënyrë në pjedestalin botënor. Nuk do të harrojmë që ai zgjodhi Shqipërinë si vendin e parë që do të vizitonte mas daljes e tij si pap nga Vatikani. Prandaj ky ishte një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm qoftë në nivelin personal, po edhe atë besoj kombëtar, nëse do shpreheshim kështu. Nga paraardhësi, ndryshe nga paraardhësi, çfarë kishte të veçantë Papa Francesku? Sigurisht që çdo pap në mënyrën e ushtrimit magjisterit të tij ka veçantinë e vet, ka mënyrën se si ai e ushtron primatin. Pa diskutim Papa Francesku ishte një person që solli me vete krejt njerëzinë e tij dhe mënyrën e ushtrimit të misterit i peshkënor, pra do të thotë si peshk në Argjentinë. Kuptohet që kontakti me të varfrit, kontakti me njerëzit ishte tepër jashta protokolleve. Kjo sigurisht do ta identifikonte që në ditët e para të papnisëve, i cili në një farë mënyrë të buronte edhe si fryti i asaj çka kishte kalu, çka kishte në jetën e vet dhe si e kishte kalu jetën e vet, kuptohet në lagjet e varfër në favelasit e Buenos Airesit. Pa diskutimin impenjimi i tij për paqen në botë është një gurë e çmuar në kontributin e tij dhe të Kishës Katolike në këtë 12 vjeçar të primatit të tij. Ai u investu fuqishëm në nivelin personal dhe strukturor diplomatik të Vatikanit në të gjitha ato marrëdhëniet, po themi, që Kisha Katolike gëzon dhe ka në të gjitha shtetet e botës për të arritë dhe për të kriju kushtet e favorshme të një paqe ekzistenciale mes shteteve dhe mes kombeve. Nuk do të harrojmë kontributin e tij të jashtëzakonshëm për konfliktin
Rusi Ukrainë, ku ai u ofru vetë personalisht duke shku në kamp, duke vizitu shtëpinë e ambasadorit rus pranë Selis Shanjte, kontributin e tij dhe thirrjet e vazhdueshme për paqen e rripin e Gazës. Ai çdo ditë deri një ditë përpara se të vdiste, thirrte në telefon famuljaritarin e Gazës për t'i kërkuar, për të pyet mbi gjendjen e besimtarëve dhe jo vetëm besimtarëve, të gjithë njerëzve atje. Nga ana tjetër kujtojmë edhe një angazhim të masat i shpeshherë, nuk është se ka qenë edhe mediatik, por për paqëtimin e shumë konflikteve në zonat periferike të Afrikës, ku ndoshta vëmendja mediave apo e opinionit publik botëror nuk ishte shumë e pranishme. Nëse do ndalemi tek ndikimi i tij në Kishën Katolike në Shqipëri, çfarë mund të themi? Papa Francesco është autori i një sër arritjesh, po themi, dhe lartësimesh që Kisha Katolike kishte dhe pati në gjatë pontifikatit e tij. E thamë edhe në fillim, ai zgjodhi Shqipërinë si vendin e parë të vizitë me 21 shtatorin e 2014, ku vizitoi Shqipërinë në një farë mënyre duke tregu Shqipërinë si model rezistence të Kishës Katolike ndaj përsekutimeve qindra vjeçare dhe konkretisht në përsekutimit të komunizmit, 50 vjeçarit komunizmit. Pastaj promovoi Shqipërinë dhe sollin e hartin botërore si vendin e modelit të vllazërisë fetare, një vend ku në vllazëri jetojnë konfesione të ndryshme religjioze. Ishte ai që shejtnoi, vulosi shejtnimin e shejtnores madhe, bijes kombit ton, Gonxhe Bojaxhiut apo Nan Terezës, lartësojnë në altarin e lumnis, pra drejt shejtnimit 38 martirë të lumë, i mësot Vincenz Pronushin dhe 37 shokët e tij, të cilët u vranë, u burgosën, u torturuan dhe vdiqen gjatë torturave të sistemit komunist. Lumnoi po ashtu, jo më larg se vitin e kaluam, 2 martirë të tjerë, At Luiç Palić, Don Gjon Gazulli, dhe i dha Shqipërisë kardinalin e dytë në historinë e saj, siç është eminenca e tij, mësot Ernest Torshani Simoni, duke ngritur në hirin këtij titullit të lartë që i ban jo vetëm atij personalisht, por marrë kishës shqiptare. Ceremonia e varrimit të Papa Francesku do të mbahet shtunë në orën 10. Do të ketë përfaqësues nga Shqipëria, ndoshta edhe të Ernest Troshanit. Pra çfarë mund të themi, si do të vijoj? Pa diskutim, në orën vijim si Kishë Katolike do të bëjmë të ditur edhe krejtësisht agjendën e pjesëmarrjes dhe të kremtimeve që Kisha Katolike në Shqipëri do të udhëheq dhe do të krijoj për këtë rast. Sigurisht që në nivel kishtar do të kemi pjesëmarrës, pa diskutim edhe shkëlqësia e tij i mëzot Ernest Simoni do të jetë i pranishëm. Ai do të anqëllton nga Italia, ku është për momentin vendi i permanencës së tij, dhe në orët e ardhshme do të kemi një deklarat publike për të shprehur të gjithë kronologjinë e pritjeve dhe të kremtimeve për rastin e vdekjes së Papa Franceskut. Po ceremoni fetare të tjera, apo ceremoni lutje në nder të Papa Franceskut në kishat shqiptare, do të kemi të tjera ceremoni që do të mbahen përveç asaj që u mbajt në kishën e Shëmpalit? Ditën e djeshme të gjitha kishat në vendin tonë me një shkresë dhe urdhër të konferencës së përgjithësore të Shqipërisë u mbajtën meshat e dritës për shpirtin e Papa Franceskut, gjithashtu të gjithë flamujt e Selis Shanjte ulën në gjystisë, në gjitha kishat ra komuna e përmorshme që kujton vdekjen dhe ndamin e bariut ton nga kjo jetë, siç është vikari Krishtin Tok, zëvendësi i Shën Pjetrit, Papa Francesku. Po ashtu në ditët e vijim do të ketë disa ceremonina që do të bëhen në nivel lokal dhe në nivel kombëtar, të cilat do të jenë pikërisht në funksion të këtij përkujtimi. Jo vetëm ceremoni fetare, por edhe pritje zyrtare nga dikasteret dhe organet përkatëse të Kishës Katolike në vendin tonë. Zoti Mark, për të ndalur tek sfida gjatë papatit Papa Francesku, çfarë mund të themi, çfarë mund të veçojmë? Pa diskutim, nuk ishin vogla sfidat që gjatë tij 12 vjeçare në krye të Kishës Katolike Universale Papa Francesku zhvilloi dhe pati si bari i saj. Një prej sfidave jo të lehta ishte pikërisht që thamë përpara, promovimi i paqes në botë. Në shumë raste ai u gjen përballë konflikteve të dhunshme, të cilat në një farë mënyrë Papa Francesku u investu personalisht për zgjidhjen dhe ofrimin e tij si ndërmjet.
Një sfidë tjetër absolutisht ishte edhe ajo në një farë mënyrë të një reformimi të disa për institucioneve të Kishës Katolike në Rom dhe jo vetëm në mënyrë që të ishin sa ma në përshtatje dhe avantguard me kohën dhe me vendin në cilën me sfidët në cilet përballet Kisha Katolike dhe në këtë aspekt Papa Francesku ja arriti në një farë mënyrë që të zhvillonte disa prej atyre reformave që ishin më shumë strukturore dhe institucionale për mulimin dhe për një performancë sa më të efektshme të personelit të saj dhe të institucioneve të saj. Një prej sfidave tjetër padyshim ishte edhe përballimi në një farë mënyrë dhe të qasja ndaj problemeve në nivel universal siç ishin pedofilia apo menaxhimi i financave nga institucione të ndryshme të Kishës, jo vetëm në Rom, por në marrë botën. Pa diskutim, në këtë aspekt, Papa Francesku qëndroi besnik traditës, i qëndroi besnik magjesterit dhe shkrimit shenjtë duke viju në mënyrë të drejtët e çajshtinisë përpara nga Papa Francesku, nga Papa Benedikti XVI. Që ishte një hapje, një transparencë e plot në të gjitha dimensionet e saja institucionale që mbartë në vetvete Kisha Katolike. Një prej sfidave tjera pa diskutim që është edhe kjo një farë zgjatimit ose një farë vazhdueshmërie në papet paraardhës ishte ajo luftimi i varfërisë, luftimi i fenomeneve të ndryshme sociale që ishin të pranishme dhe janë faktikisht të pranishme. Impenjimi i tij dhe po themi kontributi për Kishën e Afrikës do të mahet më shumë gjatë. Do të mahet më shumë gjatë udhëtimet e tij apostolike janë rreth 68 vende nëse s'gaboj, të cilët gjatë 12 viteve Papa Francesku i ka vizituar duke dërguar atje lajmin e shpresës, lajmin e mirë dhe lajmin e jetës. Zoti Pashkja, po sa i përket pasuesit, pra pasardhësit të Papa Francesku, cilat do të jenë procedura që do të ndiqen deri në emërimin e ri të Papës së ri? Momentalisht dihet zyrtarisht data e varrimit, që është data 26, pra do të jetë të shtunën, varrimi dhe ndërimi me kremtime liturgjike zyrtar i Papës së vdekur, dhe nga ky moment të mrapa pastaj do të fillohet mendohet edhe për procedurat e zëvendësimit dhe procesin që hapet dhe shkon drejt konklaves, që është edhe procesi i votimit për zgjedhjen e pasardhësit e tij. Sigurisht që në këtë aspekt duhet të thonë se një rol shumë të madh kanë këto që quhen ndryshe kongregacionet e ndryshme që zhvillohen gjatë kësaj periudhe, pra nga momenti i vdekjes deri në momentin e fillimit të konklaves. Në konklav do të mund të marrin pjesë rreth 135 kardinalë që vinë nga 74 vende të botës. Është gjeografia më e madhe që ka pas ndonjëherë një konklav që përfshin rreth 74 vende dhe do të marrin pjesë të gjitha ato kardinalë që në ditën e fillimit të konklavës nuk e kanë mbush 80 vjeç. Numri tyre është 135 dhe në një farë mënyrë duke u bazuar tek sfidat që has Kisha Katolike, tek problematikat, tek çështjet e ndryshme që do të sjellin vendet e ndryshme, kishat lokale, gjatë këtyre kongregacioneve që janë të takimit që zhvillohen përpara konklavës, do të formulohet një farë profilit të personit përshtatshëm për të zëvendësuar atin e shenjtë Papa Franceskun. Kemi ndonjë emër nga vetë Papa Francesku, pra si amane që mund ta ketë lënë? Në Kishën Katolike zgjedhja e Papës bëhet pa asnjë lloj influencimin nga i paraardhës. Do të thotë ekziston liria e plot për të zgjedhur ato që kardinal pranishëm konklav e mendojnë si drejt për përballuar sfidat aktuale. Prandaj brenda Kishës Katolike nuk ekziston një trashëgimi nominale apo në një farë mënyrë afektive, nëse mund të themi kështu në thojza. Dhe në Rom është një shprehje që në konklav kush hyn pap del kardinal. Për të ndalur me që jemi tek testamenti, cilat kanë qenë fjalët që ka lënë Papa Francesku dhe a është zbatuar siç duhet pra testamenti lënë prej tij sa i përket edhe pjesës së ceremonisë mortore deri tek ceremonia e varrimit? Pra, ka dashur që të varrose si gjithë të tjerët, pas një lloj ceremonie të lartë apo të fryrë, le të themi. Testamenti i Papa Franceskut, sikur e kemi ndjek edhe në media, ka qenë relativisht shumë i shkurt. Ai ka shpreh vetëm një dëshirë, siç e thatë edhe ju në raport me ceremonialin e varrimit, që nuk do të jetë
aq ose më saktë ashtu siç e parashikonte ceremoniali paraardhës si për vdekjen e papës, do të jetë një ceremonial shumë i shkurt në të cilin ka zgjedhur vendin e varrimit që nuk do të jenë pjesa e kriptes, do të thotë e katit të nëndheshëm të Bazilikës Shën Pietrit, por do të jetë Bazilika Santa Maria Maggiore, që është një prej 3 bazilikave papnore të mëdha që ekzistojnë në qytetin e Romës. Kjo bazilikë shumë e dashur për Papa Francesku, ishte vendi ku ai shkonte gjithmonë të lutej përpara dhe pas çdo udhëtimi. Aty në një varr shumë të thjeshtë, jo të lartësuar, ka shpreh dëshirën e tij që të varroset me një mishkrim shumë të thjeshtë si për ti, të shkruar Franciscus, dhe shpenzimet për këtë varrim do të merren nga një familje bamirëse që janë miq personal të Papa Francesku, duke kërkuar këtu një diskrecion të plot. Në këtë aspekt varrimi i tij do të jetë nga njëra anë si shumë papëve të tjerë në raport me Meshin dhe gjithë praninë delegacioneve të ndryshme që nga gjithë bota do të marrin pjesë për ndërimin e figurës lartë të Papa Franceskut, dhe nga ana tjetër zbatimi këtyre masave shumë të vogla që kanë qenë dëshirë personale të tija. Zoti Pashkja, sa i përket edhe deklaratave të Papa Franceskut, ai gjithmonë fliste për mëshirën, por jo vetëm për të varfrin, ndërkohë që nuk e donte luftën. Si do të përkthehen këto deklarata kaq shpirtërore dhe hynore dhe të thella, sa i përket largimit nga luftra dhe pro dashurisë, si do ndikojnë në praktikën njerëzore në botë? Pa diskutim, vazhdimisht, gjatë rrethanave dhe situatave të ndryshme, zani ti ka qenë një za profetik i kishës, një za profetik i realitetet të konteksteve të ndryshme që vazhdimisht bante thirrje për këto element që ju i sipërstitut. Pa diskutim, këto ishin thirrje që nuk shkonin vetëm drejt katolikëve, apo drejt krishterëve që kanë njohjen dhe vlerësimin real dhe praktik ndaj figurës papës, por ndaj gjithë botës. Pa diskutim, mënyra e qasjes së tij ndaj këtyre kanë pas edhe jam i bindur që do të kenë edhe në kozgjatjet mëtejshme një farë influencë tek të gjithë njerëzit, sepse ne e dimë që Papa Francesku ishte dhe numërohej si një ndër figurat me një influencë gjë të vogël në nivel global. Mos harrojmë, në vitin e parë të zgjedhjes nga revista amerikane Times u zgjodh si personazh i vitit. Në shumë prej sondazheve llogaritej se fjala e tij kishte një farë peshit. Dhe pa diskutim edhe me vdekjen e tij, gjestet e tija, porositë e tija, mesazhet e tija të lançuara her pas here në momente vende të ndryshme, pa diskutim do të kenë atë influencën dhe ndikimin në jetën sociale dhe jo vetëm të marrë botës. A ishte Papa Francesku një reformator brenda kishës? Do të thosha që duhet jemi shumë kujdesim kur përdorim këto shprehje të mëdha reformator apo jo reformator. Pa diskutim, në vetë natyrën edhe esencën e saj, kisha është një proces gjithmonë të reformueshëm, sepse mesazhi që përmban Kisha Katolike është shumë tepër i shenjtë dhe personi i Krishtit është ai i cili në një farë mënyrë shërben si ylli polar i udhëheqjes së saj, dhe në këtë aspekt për të qëndruar sa më besnik mesazhit hyjnor duhet jetë vazhdimisht në një proces reformimit. Për shumë dimensione, Papa sigurisht mori, nuk mohohet një pjesë reformave që ai i bani dhe i aplikoi në veprimtarinë e Kishës Katolike, por nuk duhet harru dhe duhet pranu dhe shpeshherë kjo fatkeqësisht nuk evidentohet që po themi vazhdueshmëria e çastjes dhe shumë reformave që kishin nisë që në kohën e Benediktit XVI mbeten aktuale dhe vazhdojnë edhe sot. S'ka më shumë se sa një reformator do të ishte me drejt fjala novator, nëse do të shpreheshim kështu në këtë koncept, ose disa prej sjelljeve të tija ma tepër shkojnë në këtë drejtim. Edhe pse në fakt brenda Kishës Katolike nuk do të ishte shumë e drejtë që të përdornim këtë fjalën reformator, se kur flasim për reformë apo për revolucion, do të thotë përmbysjen e një rendi. Kjo është një logjikë që nuk është se shkon gjithmonë brenda Kishës Katolike, për faktin sepse Kisha Katolike
ekziston tash 2000 vjet në saj të respektimit të kësaj traditet dhe vazhdueshmërijet. Nëse mund të flasim, bëjmë me shumë me evolucion se sa me një revolucion vërtet. E tham pak më herët që Papa Francesku dallohej për mesazhet e tij pozitive, por nëse do të veçojmë vetëm një mesazh që do të mbetet i paharrueshëm, i përjetshëm tek të gjithë popujt, cila do të ishte ajo? Unë besoj që një prej atyne gurëve të kandit, nëse mund të themi kështu, një prej atyne themeleve që Papa Francesku holdi gjatë papnisë të tij, ishte ajo e vllazërisë fetare. Në 2019 në Abu Dhabi bashkë me imamin e Al-Azharit, një prej figurave eminente të botës islame, firmosi dokumentin e vllazërisë ndërfetare. Direkt mbrapa ai proklamoi edhe enciklikën e famshme Fratelli Tutti, ose për këtyme që të gjithë vëllezër, duke përçuar një mesazh të jashtëzakonshëm për marrë botën ku pluraliteti fetar e religios që shpeshherë në shumë vende shkakton luftra, viktima të pafajshme, nuk është një sfidë, nuk është një problem, por është një pasuri. Diversiteti është ai që e pasuron njeriu. Dhe në këtë aspekt besoj që kontributi i tij do të metet ekzemplar themelor dhe i paharrueshëm. Dom Mark Pashkja, unë të falenderoj për këtë intervistë dhe për këtë mesazh. Ishte kënaqësi të ishim mesin tuaj, ju falenderoj për ftesën. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me zëdhënësin e Kishës Katolike në Shqipëri, Dom Mark Pashkja, për të folur për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut dhe ceremonisë se si do të vijoj deri në ceremoninë e varrimit të ndjerit. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare.